Një nga videot më të dashura të ditës vjen nga Kiara Tito, e cila ka ndarë me ndjekësit një moment teje të ëmbël me vogëlushen e saj, Luna Mari. Në video, Luna shfaqet duke provuar për herë të parë një akullore, një moment i zakonshëm për shumë fëmijë, por që në këtë rast ka marrë një vëmendje të veçantë për shkak të shprehjeve të saj të sinqerta, spontane dhe të mbushura me gëzim. Me fytyrën e vogël të mbuluar me shkumën e bardhë të akullores dhe sytë e fokusuar vetëm në atë shije të re, Luna duket se është duke shijuar një ndër momentet e para të fëmijërisë së saj që do të mbeten gjatë në kujtesën e nënës dhe ndjekësve. Kiara, e cila ka vendosur të bëjë një ndalesë të shkurtër në pasticeri Tito, ka zgjedhur që këtë çast ta ndajë me humor dhe dashuri, duke e kthyer këtë përvojë të thjeshtë në një kujtim që do mbetet. Videoja ka bërë menjëherë xhiron e rrjetit, ku ndjekësit janë shkrirë nga kënaqësia dhe kanë komentuar me zemra, të qeshura dhe shumë fjalë të ngrohta për vogëlushen që tashmë është kthyer në një ikon të ëmbëlsisë dhe pozitivitetit. E veshur me një bluzë të bardhë dhe një triko të çelët, Luna duket më e qetë se kurrë, teksa ndjen shijen e akullores dhe e mban konin me të dyja duart, me ndihmën e një të rrituri që i rregullon letrën për të mos u bërë pis. Në sfond duket dekori roz i pasticerisë që e bën videon edhe më tërheqëse vizualisht. Kjo është një tjetër dëshmi se si Kiara dhe Luizi i kushtojnë vëmendje të veçantë çdo momenti që lidhet me rritjen e vajzës së tyre, duke ndarë jo vetëm pamje të kuruara, por edhe fragmente të vërteta të jetës, plot ndjeshmëri, spontanitet dhe dashuri. Videoja ka marrë qindra reagime brenda minutave të para dhe padyshim do të mbetet si një ndër kujtimet më të ëmbla të verës për vogëlushen që rritet çdo ditë përpara syve të mira ndjekësve që e ndjekin me dashuri.